Alati Berishës, kreu I ballit kombëtar Adriatik Alimadhi, I cili u mor nën hetim nga policia pasi ka kundërshtuar me dhunë efektivët gjatë një operacioni për kontrollin e lërave të fatit në një lokal në Tiranë, ka reaguar pas incidentit. Alimadhi thotë se ishte në lokalin e vëllait dhe po bënin planet për fushat, ndryshe nga reagimi I policisë, I cili tha se zhvilloi operacionin për lëra fati dhe basta. Sipas tij, efektivet e policisë e kanë goditur me grushte dhe e kanë tërhequr zvarr. Më herët gjatë ditës policia e Tiranës doli me një njoftim zyrtar në lidhje me shoqërimin e kreut të ballit kombëtar. Reagimi I plot I Alimadhit. Të dashur miq, dje rreth orës 19 të mbrëmjes, si zakonisht, mbërrita te kafja e vëllait, në tavolinën tonë që ulemi me vëllezërit dhe me një mikun ton të përditshëm, duke bërë planet tona për fushatën zgjedhore për ditët në vazhdim. Pas pak u futën një apo dy persona dhe shkuan drejt banakut. Në këto momente vëllai shkon për t'ju shërbyer. Unë bëj për të dalë jashtë, por një polic po më pengonte dhe nuk më lejonte të dilja. I them të lutem se më duhet të dal jashtë dhe mendova se ishin punonjësit e policisë së komisariatit numër 4 dhe se po bënin shaka me mua, duke qenë se më njohin dhe takohemi çdo ditë aty. Në këtë moment vjen një polic tjetër I cili u lëret dhe flet me një fjalor rruge, bërtiste, futu brenda, telefonin shpejt këtu. I them se nuk keni të drejtë të ma merrni telefonin. I fola mos u sillni kështu, nëse jeni policia e shtetit, identifikohuni, plan masash për kontrollin në lokalin e vllait, bëni thirrje policia e shtetit dhe ne zbatojmë urdhrat tuaja, shtrihemi barkas apo pas murit, si ju të keni detyrat dhe zbatimin e ligjit. Ata vazhduan më të tyren duke bërtitur dhe kërcënuar, luani lloto e të tjera. Por kjo u kuptua që ishte një provokim I rëndomt dhe një sjellje jo e denjë personave që thoshin se jemi punonjës policie. Në debat e sipër, kur ne kërkonim të silleshim jo vulgar, por si punonjës të policisë së shtetit dhe të identifikoheshin, ata vazhdonin të silleshin brutal. Ashtu siç e keni parë edhe nëpërmjet pamjeve filmike, më kanë tërhequr zvarr, duke më vendosur duart mbrapa kokës dhe duke më goditur me grushta sikur të isha kriminal dhe duke kryer krim në kushtet e flagrancës. Më hipin me dhunë në furgonin e policisë duke ushtruar dhunë, duke bërtitur, duke më kërcënuar dhe provokuar që unë të bija pre provokimeve, po shqyr që mbajta veten e lut Zotin. Në këto momente brenda furgonit të policisë mbeti vetëm një punonjës policie, I cili vetëm I tillë nuk ishte, por patronazhist I thekur I një bande hajdutësh qeverisëse, duke më sharë me ropë të shtëpisë e duke më thënë pusho. Këto fjalë të përsëritura disa herë, ai vazhdonte me grushtat në gjoks, duke më shtrënguar fort dhe duke më thënë pusho kurve mutit, se do të shndej ropë të shtëpisë e vazhdonte. Ky ishte një moment që polici ka kërkuar të regjistronte fjalët e mia. Për këtë kërkoj regjistrimet, por besoj se I kanë zhdukur sepse personalisht e kam kaluar sjelljen dhe durimin ndaj provokimit të tij. Në këtë moment I bëra të ditur se jam kryetari I ballit kombëtar, mos më godit, mos ushtro dhunë dhe mos më kërcëno, mos më bërtit, mos më shaj nga ropë të shtëpisë. Sillu si punonjës policie, I bëra të ditur se kam qenë deputet. E më mirë të mos I kisha thënë kështu. Ai vazhdoi huliganizmat e tij. I thash mos të vriten syt se jam kryetari I ballit kombëtar. Ai nuk donte t'ja dinte. Për atë punë kishin ardhur, por dështuan. Më thoshte mor xhaxh, je I vjetër se të ishe I ri, e dija unë se ç'do të bëja kurve mutit. Në këto momente hipin në furgonin e policisë dhe policët e tjerë. Në rrugtim e sipër drejt shkollës së bashkuar, më ndaluan furgonin disa herë dhe më thoshinin: "Zbrit dhe ik në shtëpi." Ju bëra me dije se nuk zbres. Më çoni atje ku më morët sepse njerëzit më njohin dhe nuk kam bërë asnjë faj apo shkelje ligji. Pasi ju kërkova këtë, ata duke bërtitur më thanë ta tregojmë ne se do bëjmë një raport shërbimi dhe na ke kundërshtuar dhe goditur dhe të fusim si qeni në burg. Me ne do kruhesh ti. Gjatë bisedave e sipër, punonjësi civil folin në telefon me eprorët e vet dhe I tha kemi plan masash me urdhër gati, sepse na duhet, na u krijua një situatë jo e mirë. Më vonë më çuan në komisariatin numër 4 dhe më lanë aty. Rreth orës 1:30 minuta, vinë dy punonjës të autoritetit të mbikëqyrjes së policisë dhe u prezantuan si të tillë. Më morën kallëzimin dhe u larguan. Më vonë më thanë vazhdoja I lirë, rreth orës 3 ndaj mëngjesit. E lexova komunikatën e policisë, ndjej keqardhje, si mundet të shpifin për personin tim. Nuk kam lozur kurrë loto, nuk e di se si luhet. Por as në lokalin e tim vëllait nuk u konstatua kjo. Drejtësia do jepet një ditë. Me padurim po e presim. Falenderoj të gjithë miqtë e mi. Falenderoj qendrimin e Partisë Demokratike për mbështetjen nga zoti Belind Hëlliçi, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike zotin Flamur Noka, sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë zotin Tedi Blushi për mbështetjen dhe solidaritetin ndaj kësaj situate kriminale të një bande në pushtet, të cilët nuk na lanë një herë rehat. Qysh nga viti 2013, duke na futur në burgje, si vëllezërit e mi, mua personalisht, kontrolle pafund të përsëritura në lokalin e vëllait tim e të tjerë, o banda në pushtet, ne ju njohim mirë se kush jeni, nuk na tutni, jemi të djathtë dhe të tillë do vdesim. Jemi mësuar me krimet tuaja dhe sjelljet tuaja kriminale. Nga ju na është rregjur lëkura, nuk do ja dilni dot të na mposhtni, por ju nuk mendoni kushte lirie dhe demokracie. Ju nuk bëheni të tillë kurrë, sepse jeni shpirt zinj dhe të tillë do të mbeteni. Për pushtet personal ju I vini zjarrin Shqipërisë. Nuk na e ulni dot kokën, krenar sa të jemi një racë ndershme e mirëfillt patriotike shqiptare. Ju falenderoj të gjithëve.